هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Javën e kaluar biseduam për Hazreti Omerin dhe mbrinëm deri aty të ajo se si Hazreti Omeri ja është lutur Allahu xhaleshanuhu në haxhin, kur e ka kryer haxhin, ja i drejtohet Allahu xhaleshanuhu me disa lutje. Ndër ato lutje janë: Zoti im, mua më bën që ta përfundoj jetën si shahid, dëshmor. Dhe Allahu xhaleshanuhu ja pranoi lutjen Hazreti Omerit. Për ta kuptuar këtë, duhet ta tregojmë se si erdhi deri te vrasja e Hazreti Omerit apo të ajo të bjerë shahid Hazreti Omeri radhiyallahu anhu. Në kohën Hazreti Omerit kishte një person në Medine, ishte mjeshtër dhe ishte prej zjarrputistave, pra nuk ishte besimtar, quhej Abdul Mughira apo Aba Lu'lu'a. Ki Aba Lu'lu'a dinte shumë zanate. Dhe normal, në kohën Hazreti Omerit veçma Hazreti Omeri punonte me sistem. Kisha arritur që ta organizoj jetën e muslimanëve si duhet. Dhe për punëtorët që kishin zanate të ndryshme, për ata Hazreti Omeri dhe për të tjerë kuptohet kishte saktu haraç. Ju e dini fjalën haraç, thotë ne fjala haraç është negative. Ndoshta u kujtohet kur na tregojshin në shkollë, osmanlit kanë ardhur kanë marrë Shqipëni haraçin. U kujtohet, është kjo fjalë edhe në fjalor, haraç. Domethënë tatim, të cilën e ka marrë shteti islam prej jo muslimanëve. Kryesore, ki person shkon të Hazreti Omeri dhe i thot: ti mua më ke vënë haraç tepër. Kërkoj që të bësh lirim, ma pak të marrësh. Hazreti Omeri i tha se duke marrë parasysh se çfarë veprime bën ti, çfarë punësh kryen ti, çfarë zanate din ti, e kje tamam. Dhe ai u hidhru me Hazreti Omerin, doli prej Hazreti Omerit, duke i revoltuar dhe duke thënë se drejtësia Omerit të gjithë i ka ploj jashta se mua. Por me siguri se nuk ka qenë arsyeja vetëm kjo, apo ndoshta kjo ka qenë kështu sekondare. Dietarët tregojnë, edhe pse ky autori këtu vetëm e potencon se nuk ka qenë mendimin e vetë jep, unë mendoj thot se nuk ka qenë shkaku kryesor apo shkaku i vrasjes që e ka ndërmarrë ki ta vras Hazreti Omerin, vetëm kjo se haraxhin ja pa arrit.
Me siguri se ka gjëra tjera, por këto gjëra tjera nuk i ka tregu tash, unë do t'i tregoj prej librave tjera, disa transmetime tjera, ka që ndoshta transmetimet ndryshme janë. Thot një ditë prej ditëve takohet Hazreti Omeri me Eba Lu'lu'e dhe e pyet se ki ka ndreq në atë kohë, pra mendoni një mulli me erë. Edhe e pyet Hazreti Omeri, thot si ki hallat me atë mullinin me erë. Thot e kom drejt shumë mirë, dhe më thanë si me temsil i folën. Një transmetim tjetër, thot para disa ditëve që të vritet Hazreti Omeri, 2 ditë, 3 ditë parafërsisht, takohet me Hazreti Omerin, se që aty në Medinë ka qenë. Edhe Hazreti Omeri normal e ka ditë se ki ndreqen edhe thika me ditë teha. Thika me ditë teha. Ka qenë mjeshtër i mirë. Thot si e ki, si që shkon puna? A i regulon mirë ato thikat. Thot po, thot ta kom ndreq një thik shumë mirë të i. Në më thënë mënirë alegorike, me temsil se pritët e. Hazreti Omeri fillon të qeshet dhe nuk i ka shku ndërmend se a i mund të ndërmer një gjë të tij. Kryesore, s'ka dyshim se ata të cilët kanë ndërmarr aksionin e vrasjes së Hazreti Omerit janë jahudit. Edhe pse jahudit në mënyrë të hapur në kohën e Hazreti Omerit nuk guzojshin të shfaqe me veprimet e tyre. Se ndoshta u kujtohet Hazreti Omeri çka bëri, bile edhe i largoi, i dëboi prej Nejranit, edhe prej vendit tjetër, një vendit tjetër që ishte, e kina përmend mësimet e kaluara, jahudit. Spaku, ata, jo se pse i ka dëbu, por edhe nga ajo se jahudit kanë mlef ndaj islamit dhe muslimanëve. Ata janë të përbetuar se do ta luftojnë islamin. Dhe ka një ajet kuranor ku aludon ajeti kuranor në atë se dhe shumë pak për tyre do ta pranojnë islamin. Për jahudive. Pra prej popujve më pak që do ta pranojnë islamin me ajet kuranor është janë jahudit. Jahudit janë. Pra janë njerëz nga trestar. Janë ata që bëjnë kurthe ndaj islamit, ndaj muslimanëve. Edhe vetëm atë merren ato. Edhe veç e shihni edhe në kohën e sotit, po edhe më herët. Ju e dini se organizata e masonëve për shembull për çfarë arsye është formuar. Qëllimi kryesor, edhe qëllime tjera ka, po ma kryesor është edhe të sulmohen musliman. Ka janë e kasin. Pra, ki person e kish vendos se më nesër do ta vret, do ta mbyt Hazreti Omeri. Ka marrë një thik me diteha, ashtu si që i tha dhe Omerit, radiallahu anhu, edhe pse këtë transmitim nuk e përsjell këtë dietari, këtu nuk du të ngatroj, edhe du të theksoj një gjatë të tillë. Edhe e helmon thikën, i vehel, dhe në mëngjes, herët në sabah, kur del Hazreti Omeri ta fal namazin e sabahit, ki fshehet, edhe shumë letë ka qenë në kohën e Hazreti Omerit apo në kohën e sahabëve,
të fshehesh në yatsi apo në sabah. Se sabahin ma herët e kanë falë, dini. E pse? Po nuk ka pas rrymë atëherë. Para mendoni, me aso kushte të vështira, po muslimanët kanë vepru, kanë dalë dhe kanë falë namazin e yatsis, kanë bërë aktivitetet ndryshme natën, në kushte të vështira, Si? Ata, edhe pse nuk ka pas dritë kështu, por veprat e tyre kanë qenë nur, kanë qenë dritë, kanë bërë dritë. Me vepra e kanë ndryshu xhamin ata. Veprat e tyre. Prandaj ta mendosh, ta analizosh. Prej në akşam, për shembull, nuk ka dritë. Akşamin, yatsin, sabahin. 3 kohë, 2 kohë i kanë falë me dritë. Vënashno. Drekën edhe i qëndim. Drekën dhe i qëndim. Koha tjera kanë qenë terë. E ndoshta ka pas dhe një lanë, dikun. Kushtet vështira. Pra, ki personi fshehet dikun, edhe Hazreti Omeri kur del për në xhami, nuk ka pas roje, Hazreti Omeri, radiallahu anhu. Asnjëri prej atyre nuk ka pas. Nuk kanë pas. Edhe, prej mbas, i bjen. Mbas shpine, kuptohet. Ku i ka ra, ai, më thënë, në drejtim të zemrës. Mbas shpine. Edhe, Hazreti Omeri 3 herë i bje. 3 herë e godet. Edhe Hazreti Omeri në 3 herë bije poshtë. Pra mendoni, derisa nuk ka ra Hazreti Omeri poshtë, njerëzit nuk e kanë kuptu se ç'ndodhen. Kur bije Hazreti Omeri poshtë, atëherë, normal se ka bëha dhe za, edhe atëherë xhamati e kuptojnë se ç'është puna. Edhe më njëherë vërsulen kundër atij personit. Çdo kush që është drejtu në drejtim të tij e ka sulmu me thik, ai e balu'lu'a, derisa dikujt i shkojnë ndërmend që pjesën e epërme të teshës së tij t'ja hudh në kokë. Si thonte ne qeben, në kreje, shto? Në kokë. Edhe kur ja hudh, normal atëherë orientimin e humbën ai, kur e shef se do ta zanë, atëherë e vret edhe vetën e vet. Kështu, ra shehid Hazreti Omeri radiallahu anhu. E dërgu normal të shtëpia Hazreti Omeri, derti kryesori Hazreti Omerit ishte borxhin që e kishtë t'u ape njerëzve. Si? Khalife i krejt muslimanve. E çliroi shumicën e vendeve të që e kishin Bizantët apo Romakët, edhe Persianët. E çliroi. Dhe paramendoni ka borxh t'i japë dikujt për idare, për nevojat e veta, ka marrë borxh se u i ka dalë rroga mëditje, se me mëditje ka pas me racion. Ai ka pas mundësi që buxheti i shtetit ka pas spaku për atë. Jo vetëm për atë, për normal. Se për atë s'ka dyshim, por ki nuk e ka caktuar vetës e vetë ndonjë rrogë që mund të jetoje pa borxh. Mund të paramendoni. Nëse bëjmë, veç edhe nuk duhet të him të bëjmë, se diferencë e madhe është, paradoksi i madhe është, nëse bëjmë një krahasim midis kryetarëve të sodit, dhe nuk e meritojnë faktikisht. Askush nuk e meriton. Edhe prandaj edhe nuk do ta bëjmë. Pra,
Derti i Hazreti Omerit ishte çat borxhin, tha ma llogaritni sa borx kam. Kur e llogaritën, Hazreti Omerit i dul borx që të paguaje njerëzve që u ka marrë 1806 dirhem. 1806 dirhem. Edhe tha Hazreti Omeri, shifni, i plagosur. Faktikisht jo i plagosur, më afër vdekjes. Dhe i ka helmu me jo ka. Afër vdekjes. Thot, shqyqoni, të ma paguni me njëherë, ma përmbushni borxhin. Prej pasurisë familjes sime. Nëse nuk mjafton pasuria e familjes sime, familjes më të gjëre, keni parasysh. Atëherë thot, do të kaloni edhe te fisi Adi, Beni Adi. Nëse edhe pasuria e tyre nuk e përmbushën, nga se asnjëri prej atyre s'ka pas. Kanë qenë prej personave, prej njerëzve të cilët nuk kanë pas. Ne me të vërtet katastrofin. Një fëmijë mund të ketë më tepër se sa të kanë pas ato. Një fëmijë që mban në xhepat e vet, ka fëmijë pa kësë azgona, mund të kese më tepër sa ata. Kryesore, thot nëse edhe pasuria e Beni Adiut nuk e përmbush borxhin tim, atëherë thot do të kaloni te Kurejshitët. Se normal ka qenë edhe me ata fis. Dhe pastaj i tha djalit të vet apo birit të vet, shko te Hazreti Aisha dhe thuaj Hazreti Aishës, Omeri kërkon leje prej ty, kërkon leje që të varoset afër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka kërku prej Hazreti Aishës leje? Nga se ati ku është varosur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin, që ka qenë shtëpia prona dhoma e Hazreti Aishës, prona e Hazreti Aishës ka qenë, prona asaj. A dhe ajo normal ka të drejt në pronën e vetë, këtash i kërkon leje. Hazreti Aishës kur i shkojnë dhe i tregojnë se Omeri kështu thot, ajo thot, vallahi, unë e kisha caktu për vetën time atë vetë. Por pasi që Omeri e kërkon një gjë të tillë, nuk ja thej zemrën Hazreti Omerit. Nuk ja thej fjalën Hazreti Omerit, nuk ja thej prap asesi. Pra, erdhe dhe i tregun Hazreti Omerit se Aisha është ka pranu një gjë të tillë, ai e falendroi Allahun xhaleshanu atëherë se do të mund të varoset afër shokut të vet të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Besoni se ka dietar që thonë se ndikon edhe fqiu te vari. Se dikush mund të pyet se a ka rëndësi se ku varosesh. Me siguri se nëse varosesh afër dikujt që ka qenë i mirë, është më në rregull. Ka, domethënë, rëndësi edhe ajo, ka disa dietarë që thonë ashtu, edhe bien disa transmetime, disa argumente, normal nuk ka argumentet ato të konsiderueshme kështu 100%, po ka diçka. Kryesore, njeriu duhet mundohet që të lë vasijet, porosi që të varoset afër dikujt që është i devotshëm. Hazreti Omeri, para se me i ndodh kuptohet vrasja, ai apo në ato momente
nuk theksohet to, kryesore e ka bën një gjë të tillë. Thot Hazreti Omeri kishte edhe një dert tjetër. Një lloj si dertin e Hazreti Ebu Bekrit. Çka ishte derti e Hazreti Ebu Bekrit? Derti e Ebu Bekrit ishte në momentet e fundit që ai të lë pas vete apo ta di dhe t'jese rahat pas vete se kush do ta udhëheq Islami, muslimat. Edhe prandaj e preferoj, tash mos u kthena aty me bisedave, e preferoj si kandidat të mundshëm Hazreti Omerin. Ebu Bekri, Hazreti Omeri. Edhe Hazreti Omeri e kishte një dert të tillë, ki mendimi i këtij ishte pakës më ndryshe. Ki dha propozim tjetër. 6 persona prej sahabëve më të dalluar i caktoi dhe u tha ju do ta keni për obligim që ju njërin prej juve ta zgjedhni për halife. Pra, me fjalë tjera, e formoi komisionin i cili quhet Ehlul Hilli wal Aqd, apo organin më të lartë shtetëror. Organ më të lartë shtetëror. E dini, u keni parasysh se në atë kohë sistemet kanë qenë, domethënë, sistem mbretëror. I dini, apo despotista, kështu deri në kulm. Ndërsa Hazreti Omeri çka bëri? Formoi këshill. Këshilltar formoi. Pra, organ formoi. Dhe tha, ju e keni për obligim që prej mesit tuaj. Kjo ishte domethënë specifik. Prej mesit tuaj, 6 vete, caktoj, prej mesit tuaj ju do të zgjidhni një halife, një kryetar. Unë thot, se nuk them as kujt për juve kështu të them, domethënë ti. Por unë mendoj se brenda ju 6, që jeni ju 6-ve, domethënë do ta gjeni atë që është më i përshtatshëm. Ata ishin Uthman bin Affani, Ali bin Abi Talibi, Talha bin Ubejdullahi, Zubair bin Awami, Saad bin Abi Waqasi dhe Abdurrahman bin Aufi. Kur ndroi jetë dhe tha biri im, djali i Hazreti Omerit, Abdullah bin Omeri, le të jetë vetëm jo brenda rrethit tuaj. Ai që do t'ju këshilloj, si këshill nëse ka nevojë. Me ndodh diçka, ndonjë problem, diçka, do t'ju këshilloj. Ajo të zgjidhet ai. E ka potencu. Shifni çfarë drejtësie. Pra, kur ndroi jetë dhe shkoi shehid, normal, Hazreti Omeri më njerë kaloi në botën tjetër, dhe normal, këta persona më njëherë u turbun me një shtëpi prej shtëpive të besimtarve, ku Talha ishte ai që i ruante. Mos deportoj, mos hym dikush tjetër. Mos më ngatore punë. Duke biseduar atë, pas një bisede, erdhën në përfundim që krejt ata 3 vetë dhe ndorheqje. Jo se ishin të revoltuar, mos e keq kuptohet dikush. Dhe ndorheqje, do më thonë, të drejtën e tyre u adhan 3 vetëve tjerë, të cilët ishin, apo atyre prej 6 vetëve. Ja, për shembull, nëse dëshironi emrat, thot, Zuberi ja dha të drejtën
Hazreti Aliu. Saadi ja dha të drejtën Abdurrahman bin Aufit, ndërsa Talha ja dha të drejtën Hazreti Osmanit, edhe këto kishin drejt, po thënë ndërheqje. Thanë, ne mendojmë se ju tre bollini, ju tre do të mirë i vesht. S'ka që ka të përzinë edhe ne, pas një bisede. Pra, rrethi u ngushtu. Normal, duhet vetë duke u ngushtu rrethi. Ma mirë është, ma mirë zgjidhet problemi. Jo se ka pas dhe një problem me atë kuptimin problem, po duhet zgjidhet krijetari. Edhe këtash flasëm për kur, për para 1000 viteve. Para mendoni zgjidhet në mënyrë demokrate, apo demokratike. Me konsultim, me bisedë, si ta shifni, me marrjen e mendimit të popullit, domethënë me vota. Para 1000 viteve. Ne tash nuk e kena pas atë drejt, para disa viteve se kena pas atë drejt. Tash me avat me 100 probleme. A nuk është ashtu? Me 100 probleme. Lloj nga dresa shbën ku ka shqiptar më tepër, ashtu? Pra, u ngushtu rrethi mes tre vetëve. Abdurrahman bin Aufi, edhe ajo është Hazret, mund të thosh Hazreti Abdurrahman bin Aufi, se dikush mendon se Hazret u thot hadra, do thote ekselencë. Pra, Abdurrahman bin Aufi, ai thot, edhe unë jap dorëheqje. Por, e marra drejt, normal dhe më thëmë me konsultimin e tyre, që ta marrë përsi për këtë punë unë e ta udhëheq. Deri të vijë puna, ta caktojmë se kush tash do t'jese për ju e dive. Kush kanë ngel tash? Hazreti Osmani edhe Hazreti Aliu, dy vetë. Dy vetë. Shifni se i zgjut ka qenë Abdurrahman bin Aufi. Edhe sa i sinqert ka qenë. Thot Abdurrahman bin Aufi më njëherë u drejtohet atyre. Si thoni, cili prej juve e dorëheqje? Cili prej juve e dorëheqje? Që tu dit nuk pranoni gjë të tillë dhe ulën kokë. Pra atë që është e vërtet, atë e themi. Nuk e fshehim ne. Por asesi, kjo nuk ka të bëjë me atë që pretendojnë shijat, për shembull, apo grupacionet ndryshme, se ka pas ndonjë tekst, Hazreti Aliu, sikur të kish pas ndonjë tekst, do ta thonte, sidomos në këto raste. Apo Hazreti Omeri kur e ka caktuar, thonë, "Qa, pse i caktuan tjerët? Mjaft që e kom dëru Ebu Bekrin, edhe ti të kom dëru për shembull, atëherë mjaft mo." Ama nuk ka pas as një farë bisede, apo nuk kanë qarkullu këto mendimet as pak në kohën e sahabëve. As në kohën e Ebu Bekrit, s'ka pas këso biseda, se ka tekste, larg asaj, ato që janë ekstreme bile thonë edhe ajete kuranore, që hinë edhe në kufër, është edhe kufër është ajo, po ata që janë pak e zmatbut, ata thonë se ka tekste pre haditheve, që nuk është e vërtet edhe kjo, se hadithet ata që i transmetojnë pa senet janë. Kur ta pyesësh kush ka thonë, thot Xhaferi ka thonë. Po prej kujt e për Xhaferi si Muhamedi a.s. ka thonë, për shembull. Janë gjesën dikujt, nuk e çojnë senet, nuk ka. Thot transmetohet në librin Kafi Wafi, edhe pikë. Edhe s'ka nevojë. Pra, që mos im bisedë ma gjanë, Abdurrahman bin Aufi deshti ta zgjidh këtë problem
shkurt. Por ata të ditë e ulen kokën, do me thonë se asnjëri prej atyre nuk donë që japë dorëheqje, që tjetërit t'ja lëshoj që të bëhat halife. Në rregull, s'ka problem. Atëherë, i shkojnë ndërmend Omer Abdurrahman bin Aufit, se unë, tha, duhet të pyes të gjithë ta marrë mendimin e popullit se çfarë mendojnë dhe për kë mendojnë më tepër. Populli. Edhe filloj me të gjitha shtresat. Paramendo? Filloj me krejt. Me krejt shtresat e shoqërisë. Jo se ka pas, po të shprehena kështu do më thonë. Me krejt profilet, të themi. Me njerëzit më intelektual, me sahabët më të dalluar, me mualimat, sa që shkoj dhe i pyeti dhe u konsultu bile edhe me fëmijët në për mektebe. Paramendoni, edhe me fëmijët, me gratë. Pra, çka ka bo? Çka i thonë kësaj? Kjo është dhe më thonë edhe si një votim. Po normal se nuk kanë qenë kushtet e sotit të bëhat në këtë mënyrë si bëhat tash. Bile, prap e ka theksu më vonë një gjatë të tillë. Ka marrë dhe më thonë mendimin e popullatës përsëri. Njerë tek a tek i pyet. Thot, për ko mendon ti se është më i përshtatshëm? Fjala është për 2 vetë. Është ngushtu rrethi sa që kanë bërë 2 vetë, prej 6. Ai tha, çdo kush thonte se një gjë të tillë e meriton Hazreti Osmani. Në përjashtim të 2 personave, ai ishte Ammar bin Yasiri edhe Mikdadi e shefnisje e tregojmë ne, nuk i ikim të vërtetës, si që ikën dikush. Nuk na pengon ne ta tregojmë të vërtetën. Ehli sunnetit duhet të them. E pasi u theksu se kur u tha Abdurrahman bin Aufi, cilë do t'jep dorëheqje, asnjëri s'pranoi. Domethënë ka desh çdo njeri prej tyre të jetë halife, por para kësaj Hazreti Alia nuk ka desh. Domethënë nuk ka as që kanë qarkullu ato biseda në mes të njerëzve. Këto janë trillu më pas. Normal se ato më herët, ndoshta jahudit i kanë përgatit ato kurthe, ama nuk kanë mund të shfaqen. Në kohën e Hazreti Omerit, nuk kanë mund të shfaqet asesi. Në kohën e Hazreti Ebu Bekrit, çka pat? Kohën e Hazreti Ebu Bekrit, ishtë problemi i murtedve dhe kështu më radhë. Pra, jahudit, këtë kurth, se gjoja se ka tekst, se Hazreti Aliu është dash mbas pejgamberit, këtë kurth kur e kanë shfaq. E kanë shfaq dhe e kanë bëu problematik në përfshatnat e largëta, jo në Medine, të sahabët. Se sahabët e kanë ditë se s'ka thonë pejgamberi. Po, kanë trillu, gjoja se ku i kanë hudhë të helme, i kanë hudhë në përfshatnat e largëta, ku nuk kanë pas kontakt ata me pejgamberin dhe me sahabët. Vetëm i kanë re, u kanë thonë, ne u themi se ka thonë pejgamberi. Kështu kanë trillu. Edhe pastaj, normal më thonë, i kanë zhvillu ato, i kanë rritë më tepër, edhe gradualisht, kur ka ardhur më vonë, atëherë normal më thonë ka qenë prezent kjo, por jo ndër sahabët, që kanë qenë të Medines. Ndër sahabët nuk ka qenë ki problem. Kretë ka qenë prej kuj, prej ardhacakëve që normal janë përgatit më herët prej anës së jahudive në krye
me disa persona, normal që janë tregu se janë musliman, dhe kështu me radhë, inshallah t'i tregojmë edhe kur do vijë radha, më tepër do të flasim. Pra, i konsultoj të gjithë thanë, për jashtim të Ammar bin Yasirit dhe Mikdadit. Këta dy thanë, më i përshtatshëm është e kush? Aliu. Sahabët tjerë, krejt, me fëmijë, me gra, me krejt, thanë se Osmani është e më i përshtatshëm. Ka transmetim që edhe këta dy më pas e kanë ndru mendimin dhe kanë thënë se më i përshtatshëm është dy persona, dy, jo 3, 2 persona. Edhe këta transmetohet se e kanë ndru mendimin, kanë thënë se më i përshtatshëm është Hazreti Osmani. Por Abdurrahman bin Aufi përsëri nuk vendos me këtë. Thot shumica, jo shumica, po 100%, tash dy vetë nuk paraqesen asgjë. Edhe ata dy e kanë ndru mendimin. Këto kretë që i themi janë me transmetim që dihet zinxhiri. Jo, si që thot dikush, gjendet për shembull ata si thonë, tash nuk du t'i shpeshti përmendi, do thë shijat. Thot e kemi këtë transmetim me Kafi dhe Wafi, librin Kafi dhe Wafi. Pas senet, pas gjatë. Se të tjerat, do thënë, nuk kanë studim të, i thonë, gjerh vë ta'dil. Do thënë, që ta marrë personat të cilat i kanë përcjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe biografinë e tyre ta studiojnë, ta analizojnë dhe kush është për shembull prej atyre që i pranohet dëshmia dhe kush është prej atyre që nuk i pranohet dëshmia, jo për diku tjetër, për në transmetim të haditheve. Unë mund të tregoj diçka se ka pas prej dietarëve të cilët e kanë quajtur se nuk i pranohet dëshmia nëse dikush është pa transmetimi i hadithit, ati nuk është pranu, nëse është pa, për shembull, duke hangër buk, duke ushqi gjatë rrugës, apo në rrugë, duke ecë, faktikisht. Mund të paramendoni se çfarë kushte të rënda kanë pas. Ndërsa të tjerët nuk e kanë, ehli sunneti këtë e ka, apo muslimanët në përgjithësi dhe më thonë e ka. Pra, Abdurrahman bin Aufi, kur e pa situatën kështu, u taku edhe njëherë me Hazreti Aliun dhe Hazreti Osmani. U taku përsëri. Dhe u tha, se unë jam konsultu me të gjithë. Këtu nuk ja potencon Hazreti Aliut, për shembull të thotë se për ty kanë thonë, ma shumë, kretë kanë thonë në fillim për Osmani, po kanë thonë, ja Osmani, ja Aliu, ose i ka thonë, ja Aliu, ja Osmani. Në më thonë, ende, faktikisht nuk e heqil ma mbas, për shembull, Hazreti Aliu. Po e merr në konsiderat një lloj sikur me Hazreti Osmanin. Në rregull, kështu më në detaje u him bisedave që të keni argumente kur të flasëm me ata që në Tetov ekzistojnë shijat. Ekzistojnë në Tetov, ka. Dhe veprojnë, por metodën e veprimit pakës e ka ndru, dhe tash, për shembull, nuk e përshtatshme të flasëm ne për këto probleme. Ne kena probleme përbashkëta tash. Me sunite, me shijat, kena do më thënë armikun e përbashkët. Edhe prandaj nuk është e udhës që të him në këso biseda.
Po, tash ka ardhur radha e mësimit, patjetër ta tregoj. Bisedoj me ata dhe u tregoj. Dhe pastaj hyni në xhami bashkë me ata të ditë. Dhe lajmëroj xhamatin apo musliman për një gjë të tillë, se do të bëhet, domethënë, zgjedhja e kryetarit. Ja filloi Abdurrahman bin Auf thotë xhamia u mbush me musliman krejt. Ja filloi me përsëri me ka, jo me Osmanin. Me Hazreti Aliun përsëri ja filloi. Pra, edhe pse të gjithë e kanë preferuar më tepër Hazreti Osmanin, mendimi i këtij ka qenë se Hazreti Aliu duhet i pari tjese. Që duket, pasi që Hazreti Aliun e prezanton në fillim. Edhe shiqoni tash tekstualisht do ta them. Thot, u mbush xhamia me njerëz, Abdurrahman bin Aufi hypi në minberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi të bisedon lidhur me këtë problematik. Bëri një dua shumë të gjatë. Dhe pastaj tha: O ju popull, unë juve u kam konsultu, u kam pyetur se kush për kë thoni se është më mirë që të jetë udhëheqës. Ju, fjalët tuaja apo mendimet tuaja nuk kanë qenë jashtë atë dy personave, kështu e thot. Jashtë atë dy personave. Ose Aliu, ose Osmani. Shefne. Askush nuk u qut thote se jo, unë e kam mendu ndryshe. Pra atë që va thot, me të vërtet është se i ka konsultu bile, si që përmenda i ka konsultu dhe fëmijët e mektebeve. Pra për kësaj kuptohet se mektebet nuk e kanë zana fillon prej Osmanlive. Po e kanë prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mekteb, po do thënë, thot fëmijët i ka pyet në për mektebe. Keni parasysh ku i thon mekteb? Xhamive tash ne që i mësojnë fëmijët. Pasi që u a tha këtë fjalë popullit, apo xhamatit, atër tha Ali. Përsëri Aliun të parin e merr. Ali thot, qo, edhe Hazreti Aliu qohët para të gjithëve. Ja kapën dorën dhe ja qonë lartë, para njerëzve, të shohën njerëzit. Dhe i thot, tekstualisht dhe të them tekstin, thot, a je jep besën, ama jep besën, apo a je jep besën se do të veprosh me librin e Allahut, me sunetin e pejgamberit dhe me rrugën do t'jesh në rrugën e Ebu Bekrit dhe Omerit. Me veprën e apo veprimet e Ebu Bekrit dhe të Omerit. A do të veprosh kështu. E di çka thaj? Tha, Allahumma la. O Zot, dëshmo se jo. Pra, Hazreti Aliu nuk e pranoi një gjë të tillë. Mos e mendon dikush se nuk e ka pranuar, se domethënë është e fjala këto për rrugën e Ebu Bekrit apo të Omerit, jo. Po nuk ka menduar se mund ta bën një gjë të tillë, domethënë ashtu në mënyrë precize si e kanë bërë ata.
Keni parasysh, ka pas droj, do më thënë nga qiltëria e ka thonë atë gjë. Jo për diçka tjetër, nga qiltëria, nga sinceriteti që e ka pas. Tha, dëshmo o Zot se nuk mundin i gjë. Ashtu të përpikt, se sahabët kanë qenë shumë të përpikt. Atë që ja thu, asaj del Zot, ose nuk i del Zot. Pra me fjalë qera i thot, unë se një del Zot. Keni parasysh, se një del Zot, ashtu në mënyrë të përpikt si kërkohet. Por, thot, mund të bëj, aq sa ka mundësi. Se nuk ka vend ajo fjalë që thuhet se domethënë nuk e ka pranuar se i ka thonë edhe me ndritën e rrugës së Ebu Bekrit dhe Umerit. Pse? Se ki ka qenë këshilltari i tyre. Ki ka qenë razi dhe i kënaqur me udhëheqjen e tyre. Edhe sa shumë fjalë ka miradije për ata ki. Hazreti Aliu kerramallahu wajha. Po e ka thonë një gjë të tillë? Nga qiltëria, nga sinceriteti se aq përpikt, më thënë se një dale Zot asaj. Kur e thot një gjë të tillë, se unë mundi aq sa kam energji, sa kam mundësi, sën ta jap besën ashtu, atëherë Hazreti Abdurrahman bin Aufi ja lëshon dorën poshtë. Dhe i thot Osmanit atëherë, radiallahu anhu. Pra Osmanit më voni, thot. Sikur ta kish pranu, Hazreti Aliu kry puna, Osmanit bie poshtë. Se di halife nuk ka. Një halife. Hazreti Osmanit i thot, qo, edhe e qohët. Edhe të njëjtët fjalë, thot, ama jep besën se do të veprojsh me librin e Allahut, me sunetin e pejgamberit dhe me veprën e Ebu Bekrit dhe të Omerit, në dritën e veprimeve të atyre. Ki thot, Zoti im dëshmo se po, e pranon. Hazreti Osmani e pranon. Tash, pse e pranon Hazreti Osmani? Si duket se ka qenë më e përshtatshme që në atë kohë të jetë Hazreti Osmani. Edhe ashtu ka ardhur puna. Edhe ndoshta, edhe mendimi faktikisht i Hazreti Aliut ka qenë ashtu. Se të kish pas diçka tjetër, Hazreti Aliut do thonte, a mu ofru, bile edhe mu ofru. S'ka dyshim, e marr. Ama jo. Ata kanë qenë deri në pikën e fundit të sinqert. Hazreti Osmani ka qenë i bindur se mund ta bëjë një gjë të tillë. I përpikt në atë që ja thot ai, që ja kërkon. Atëherë, Hazreti Abdurrahman bin Aufi ja çon dorën më lart dhe u drejtohet xhamatit se u qoft me hajër për hajër ki, për halife. Pra, në këtë mënyrë, më njëherë fillojnë njerëzit vinë dhe te Hazreti Osmani ja bëjnë me hajër. Faktikisht e japën pëlqimin e tyre votën. Më presëm ne para 1000 kusur viteve tash t'i vjen kutinjat atë. Për mu vu kutijat shumë gjëja tjera ka. Këtu të ne nuk ish rendi para disa viteve kutijat o kumbet atëra. Se për mu vu kutijat shumë punë tjera ka para. Shto? Kryesore do më thonë, si që shifni, kështu, me konsultim dhe me votë të lirë është zgjedhur edhe kush, edhe Hazreti Osmani. Transmetohet se Hazreti Aliu ka qenë i parja që ja ka dhënë dorën. Edhe këtë transmetim mund të jetë më i saktë se transmetohet se ai ka qenë i fundit. Unë mendoj se këtë transmetim se ka qenë i pari duhet jetë variant më e sigurt se ai ka qenë afër atij dhe se
atë nuk ua tregova, dhe se më herët Hazreti Abdurrahman bin Aufi u ka thënë që të dyve, unë jam konsultu me njerëzit dhe ata kanë thënë njëri prej juve dive, ju se merreni vesh se cili të tape dorëheqje dhe njëri prej juve, rregull, atëherë unë do ta bëj një mënyrë, do më thënë do të prezentoj, por ju a jepni besën se ai që do zgjidhet, ju do ta ndëgjoni atë dhe do t'jeni të respektueshëm ndaj tjetrit. Ata të dytë, edhe Osmani, edhe Hazreti Aliu thanë po. Prandaj varianti i parë se ja ka dhënë dorën i pari, duhet të jetë se ka qenë më i sinqert për të gjithë Hazreti Aliu. Por nëse për shembull është bie fjala, janë paraqit njerëzit se tash ne kërkojmë shqiptarët ashtu e kena variantën krejt, domethënë ato mundësia. Për shembull bie fjala ka pas tepër njerëz aty, mund t'i fundit kishte qenë. Jo për një shkak tjetër, siç e shihni. Ishin pa shqiptarë. Pra kjo ishte kështu në mënyrë të jo të hollësishme, po në pika të shkurta ajo se si është zgjedhur Hazreti Osmani për khalife. Inshallah, në mësimin e ardhshëm do të flasim për jetën e Hazreti Osmanit, pra person të mjaftuar me kaq, alhamdulillahi rabbil alamin.